Ndodhet në Elbasan gazetari Jon Sportiv Altin Sulçe në këtë lidhje drejt për drejt. Altin, përshëndes. Përshëndetje gjithë Diratuar nga tifozë? Absolutisht, janë qindra tifozë, janë rrëdhe qarë këtu, janë të entuziazmuar, natyrisht për presin i fitore të ekipit tonë shqiptar. Natyrisht, jo vetëm këtu, po gjithë bulevardi qendror, që nga qendra e Elbasanit deri në fund, deri këtu në stadiumin Elbasan Arena, është mbushur me tifozë shqiptar, të cilët duan dhe presin një fitore, një rezultat pozitiv nga ekipi ynë përfaqësues. Kanë ardhur nga gjitha trevat shqiptare, jo vetëm nga Tirana, Elbasani, Shkodra dhe qytetet tjera, por natyrisht kanë ardhur dhe nga Tetova, siç më thonë, nga Prapa, kanë ardhur nga Kosova, kanë ardhur nga Vise, nga diaspora, nga çdo cep e botës. Dhe janë prezent këtu, sepse Elbasani është epiqendra e pikërisht aktiviteti i kompeticionit të mëdhat ku ekipi ynë përfaqësues është gati për të arritur një rezultat megjithmonë pozitiv në ditën e sotme. Kemi 12 pikë. 12 pikë ka Portugalia, 11 pikë ka Shqipëria, diferenca është 1 pikë dhe ne sot në orën 8:45 minuta presim një ndeshje të madhe nga kombëtarja shqiptare. Ashtu siç më thonë edhe një fitore.